Kështu që besoj që edhe pa një bindje me i fjalë një forcë major, nëse mund ta quajmë kështu, ky është imperativ dhe duhet të jesh shurdh politik për të mos e kuptuar imperativin e kohës. Që justifikohet patjetër edhe nga votuesit në terren. Pra edhe njerëzit aty poshtë kanë votuar për të kundërshtuar njëri tjetrin, në këtë moment arrin ta kuptojnë që kjo votë e përbashkët i shërben Shqipërisë, nuk ka të bëjë me dakordsinë me njëri tjetrin. Pash një sondazh që ndoshta do ta publikojmë, por që mbi 52% e njerëzve besojnë, dhe kur themi 52% nuk janë 52% juajt. 52% që është shumë i gjerë se aq, që besojnë realisht që Shqipëria ka një shans konkret për të futur në Bashkimin Evropian në 2020. E thoni ju, po ndërkohë po them perceptimi publik është që edhe njerëz përtej jush që nuk janë dakord me ju, që nuk duan të jeni pushtet, po mendojnë që ndoshta po ky është. Problemi është Malezia ka kapur këtë momentum, besoj që e kanë kuptuar. Tjetër histori. Maqedonia akoma jo, them unë. Tuke ne nuk e di, pastaj kjo rezolut është një sinjal i mirë, por nuk e di sa binës është. Kjo rezolut është ajo çka është kërkuar në çdo raport të BE-s. Nëse ne në një farë mënyrë kemi patur një ngadalësim edhe në Koela dhe në mbledhjet e tjera, ka qenë sepse ne nuk kemi patur edhe dialogun dhe dakordsinë politike. Ata e thonë shpesh dhe vazhdimisht që duhet të ketë dialog. E tha dhe rezoluta e Komisionit. Pikërisht, kështu që ky është një flamur i bardhë i përbashkët i yni, për t'i treguar aktorëve, sidomos shteteve individuale në Këshillin Evropian, se aty është i gjithë problemi, që ne jemi bashkë në këtë. Pra ka një problem në vende individuale të Bashkimit Evropian? Sigurisht që ka, sepse ata nuk e kanë me ne, ata kanë problem me zgjerimin. Domethënë ka vende të cilat janë euroskeptike, kanë problem me popujt e tyre, me votuesit e tyre, sepse nuk dinë si t'ja u shpjegojnë zgjerimin votuesve të tyre, kështu që sigurisht që ka një diskutim të madh kur vjen puna me zgjerimin. Besoj që situata gjeopolitike është shumë e favorshme, çka do të thotë që jemi në një moment oportun. Talanda, dy gjëra, ndoshta ta lije për të dytën, këtë që pyetjen që unë i bëra zonës Kuko. E para doja një vlerësim tënd në fakti që opozita voton në përgjithësi, pra kemi patur vetëm një abstenim të zotit Leskaj, nuk e di pse. Por këtu është rëndësishme fakti që 2 krerët e shumicës dhe të pakicës nuk janë në parlament nuk votojnë. Njëri është në Gjermani, një vend të ftuar në kombëtar. Në kohë tjetër është paradite, është në drek, merr pjesë në parlament, thotë, okay, retorikën e tij politike normal si çdo lider opozite, por në fund fare, në kohë që të gjithë themi deputetët e tij votojnë, ai mungon votim. Pastaj kalojmë tek pjesa tjetër. Patjetër, Sokol, së pari, unë të falenderoj që më jep mundësinë sot të diskutoj me zërin e një opozite, po jo një opozite kritike, por një opozite që do doj ta shikoj Shqipërinë sa më parë antare të Bashkimit Evropian. Sepse unë besoj që Ti ke edhe emrin e partisë tënde, atë është që çështën e eurointegrimit. Ne mund ta diskutojmë në çdo dimension, por së pari unë e kam theksuar gjithmonë që unë përpara se të jem antare një partie, përpara se të jem, po themi, përfaqësuese e një filozofie të caktuar politike, jam qytetare e Republikës Shqipërisë dhe unë duhet që Shqipëria një orë më parë, qytetarët shqiptarë një orë më parë të integrohen në Bashkimin Evropian, sepse integrimi, gjithë ky proces i gjatë dhe i vështirë i integrimit Evropian nuk duhet konsideruar si fitore, apo e një partie, apo si humbje e një partie tjetër. Unë besoj që në këtë proces, nëse fitojmë, jemi të gjithë të fituar, por të fitojmë realisht, dhe nëse humbim këtë moment, jemi të gjithë të humbur, dhe unë mendoj që duhen bërë të gjitha përpjekjet reale, për të shkuar drejt një procesi të drejt një procesi me standard, ashtu siç e kërkon Bashkimi Evropian. Për sa i përket pastaj rezolutës, sigurisht edhe zonja Kuke e preku në fakt që është një gjë e kërkuar nga Bashkimi Evropian. Dhe do të më lejosh t'i referohem edhe informacioneve që kemi marrë sot gjatë ditës që kanë qenë pikërisht këta 2 individ që përmendë ti, Sokol, që kanë negociuar edhe kanë vendosur grupet e tyre se kush do të negociojë për këtë rezolut, dhe unë besoj që pavarësisht vlerës që ka kjo rezolut, pavarësisht dakordësisë dhe bashkimit të votave të opozitës edhe të majorancës sot në Kuvendin e Shqipërisë, unë do doja që të mos merreshi me 2 individët që pikërisht kanë vonuar më së shumti integrimin evropian të Shqipërisë. Ka dhe më shumë se 2, po okay.
Ca po I kursejmë se tashmë janë missing in action. Po, oke, jam me këta dy që janë, jo, s'ka problem. Që mund më pyesësh, po më pyesësh. S'ka problem, po janë, ke drejtë se janë të dy që janë sot Unë jo vetëm mendoj që procesi I integrimit europian do t'jetë një proces I gjatë, është në radhë të parë proces kulturor, sepse ne përpara se të miratojmë një sër ligjesh, do duhet kemi kulturën e zbatimit të këtyre ligjeve. Unë mendoj që nuk është thjesht një proces për të miratuar numra ligjesh, por është një proces për të miratuar ato ligje, por dhe për të krijuar kushtet për të zbatuar ato ligjet, dhe duhet të jetë mbi të gjitha një proces gjithëpërfshirës. Kushdo nga palët politike e minon këtë proces, I bën dëm në radhë të parë qytetarëve shqiptar. Padyshim, nga ana politike secili I bën vetë llogaritë e veta, por në raport me shqiptarët, të dyja forcat e mëdha politike kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme nëse do ta humbasim këtë moment të rëndësishëm të integrimit evropian që unë megjithëse e mbështes si proces, mendoj që është një proces shumë I favorshëm gjeopolitik. Pra, Europa po nafton, po na kërkon të jemi në lartësinë e standardeve të... Unë me të jam totalisht dakord, domethënë do të jemi gjithmonë dakord edhe kur të futemi në BE, që prapë ne jemi larg BE-s, por shpresoj që futja në BE na e shpejtoj për shtatin. Dhe leximi I ndryshëm që I bëjnë të dy forcat politike, mendoj që ka një gjë aty, domethënë pikërisht